Përshëndetje të dashur miq dhe ju ndjekës të kanalit të psikologjisë shpirtërore. Mirë se u gjetëm në këtë mësim të radhës nga kjo seri mësimesh mbi figurën e Jezu Krishtit. Dhe sot do shohim ku dallon pikërisht Jezu Krishti nga të tjerët. Së ndryshe, për ta shqyrtuar këtë pyetje është që ku ndryshon pra Jezu Krishti nga figurat e tjera fetare që ne njohim në histori. Dhe në fakt pse e ngrem këtë pyetje, pikërisht për faktin sepse mesazhi i Jezusit është rrënjësisht i ndryshëm nga udhëheqësit e tjerë fetar, ose edhe udhëheqësit filozofik në histori. Dhe është i ndryshëm si në përmbajtjen, ashtu dhe në implikimet e këtij mesazhi. Dhe ne do shohim një ndarje të dallimeve kryesore midis pikërisht mesazhit të dhënë nga Jezu Krishti dhe figurave të tjera fetare dhe filozofike në histori. Le të ndjekim me radhë. Së pari, autoriteti. Jezusi ka thënë, unë jam e vërteta, kundrejt kërko të vërtetën që predikohet më së shumti në mesazhet e tjera fetare dhe filozofike. Pra Jezusi në shkrimet e shenjta në Bibël pretendoi se ishte e vërteta, jo vetëm që tregonte drejt saj. Tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 16 vargu, kapitulli 14 vargu 6, tek Ungjilli i Gjonit, Jezusi është regjistruar teksa ka thënë, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Nëse shohim të tjerë udhëheqës fetar ose filozof të kohës, sikurse pararendës, po edhe pas Krishtit, një prej tyre është Buda, pra e njohur si Buda, por emri i tij ishte Siddhartha Gautama. Ai thoshte ndjekuesve të tij, "Ji një llamp për veten tënde." Pra, me fjalë të tjera, kërko të vërtetën, zbulo të vërtetën. Pra ndriçohu. Pra ndriçimi në fen budiste inkurajon vetë zbulimin. Por asnjëherë Buda nuk është regjistruar të ketë thënë që ai ka të vërtetën. Pra edhe Buda nuk e njinte të vërtetën, por thjesht inkurajonte që të ndriçohesh ndjekësit e tij. Sokrati nga krau tjetër në filozofinë e tij pranoi ignorancën. Në shprehjen e tij universale, unë di atë se nuk di asgjë. Pra unë di atë që nuk di asgjë. Çfarë mbahet si një prej epitafeve më të njohura të filozofisë në mbar historinë. Ndërkohë në fen islame, profeti Muhammed, pra e quajti veten lajmëtar ose pejgamber sipas gjuhës së tyre, por asnjëherë hynor. Dhe kjo citohet më së miri në Kur'an në syren 3:144. Dhe këtu në lidhje me autoritetin, pra e vërteta kundrejt kërko të vërtetën, dallimi kryesor është pikërisht sepse Jezusi nuk mësoi vetëm një rrugë. Ai pretendoi se ishte vetë rruga drejt Perëndis. Pra duke thënë, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, pretendimi i tij është që ai është e vetmja rrugë që çon drejt Perëndis. Pra askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje, siç ka thënë ai në Ungjill. Shohim një tjetër aspekt, shpëtimi. Shpëtimi është aspekti ndoshta më kryesor që ka një fe, pra një religjion i caktuar, dhe Krishtërimi, që bazohet në mësimet e Jezu Krishtit, ka në thelbin e tij hirin kundrejt veprave. Kemi thënë në mësimet e kaluara që hiri është dashuria e madhe dhe mëshira e pamerituar që Perëndia ka për ne krijesat e tij. Dhe si rrjedhoi, ne shpëtohemi nëpërmjet këtij hiri, pra nëpërmjet dashurisë dhe mëshirës Perëndis, dhe jo nga veprat tona. Dhe ky lloj shpëtimi kundrejt veprave është gjithashtu kontrasti kryesor midis Krishtërimit dhe feve të tjera. Jezusi, sipas shkrimeve të shenjta, ofroi falje si një dhuratë falas bazuar në sakrificën e tij. Pra tek Efesianëve 2:8-9 na thuhet specifikisht që ne jemi të shpëtuar me anë të hirit përmes besimit ton te ky hir i Perëndis. Dhe jo nga veprat tona, na thuhet në këto vargje. Pra shpëtimi është një dhuratë falas e Perëndis bazuar në sakrificën e Jezu Krishtit në kryq
për mëkatet tona. Pra pagoi ai për mëkatet tona. Pra një hir i pamerituar. Ndërsa tek Ungjilli sipas Jonit, kapitulli 19:30, Jezusi para se të jepte frymën e fundit në kryq, ta u krye. Dhe sipas kësaj thirrjeje, na bëhet e ditur sepse që shpëtimi u përfundua me vdekjen e tij dhe jo me përpjekjet tona njerëzore. Nëse shohim fe të tjera, mund të shohim Islamin si një fe mjaft popullore, sidomos në Shqipëri. Në Islam predikohet doktrina e shpëtimit me anë të besimit plus dhe veprat. Dhe veprat në Islam janë konkretisht mbajtja e 5 shtyllave të Islamit, siç mund të njihet shahadeti ose lutja, namazi, që më së miri lipset që të bëhet 5 herë në ditë, agjërimi në periudha të caktuara, zakati që është dhënia dhe është caktuar se sa duhet të jepet në vit, sikurse dhe haxhi ose haxhilloku që nuk kupton pelegrinazhin në vendin e tyre të shenjtë. Ndërsa një fe tjetër po ashtu popullore, hinduizmi, sikurse dhe budizmi që rrjedh nga hinduizmi, predikon karmën dhe rimin-shërimin. Dhe sipas tyre, çlirimi ndodh nëpërmjet vetëpërpjekjes. Pra edhe kjo fe, sikurse dhe Islami, predikon në mënyrë të ngjashme veprat. Veprat po jo për të shkuar, le të themi, në parajs, por për t'u riminshëruar, për t'u ringjallur, le të themi, por në një trup tjetër. Pra mund të ringjallesh nga një ose në një trup njerëzor, dhe nëse ke karma të mirë, ti ringjallesh më i pasur dhe më i shëndetshëm në një tjetër. Ose mund të ringjallesh në një gjallësë tjetër, siç mund të jetë një kafshë, një shpend ose edhe një objekt natyror, si një pemë, një burr e merat. Por kjo varet gjithmonë nga ty, pra nga veprat që ti bën. Ndërkohë judaizmi predikon besnikërinë e beslidhjes nga Torës. Tora ose ligji, të ndryshe pjesë e Dhjatës së Vjetër ose Testamentit të Vjetër, që është pjesë e Biblës së krishterë, pra hebrejt ose feja judaike, pikërisht predikon se sa më besnik ti je ndaj zbatimit të ligjit, aq më afër je edhe ti, le të themi, shpëtimit. Pra në një farë mënyrë meriton ti shpëtimin, pa përpjekjeve tua në bazë të ligjit të fjalës. Megjithëse duhet të thënë se për pikpamjet në judaizëm ndryshojnë, pra ka judaizëm më ortodoksal, ka judaizëm më të moderuar, ka judaizëm më fokusuar në kombin hebre, pra të Izraelit, ka që është më universal, sikurse dhe interpretimet të Torës së ndryshme, siç njihet më së tepër mbi Talmudit. Por këto janë interpretime që variojnë, por në thelb kanë pikërisht veprat e mira për të shpëtuar. Dhe këtu e përmbyllim duke thënë që dallimi kryesor është që vetëm krishtërimi mëson se Zoti na shpëton. Kurse fetë e tjera, të gjitha fetë e tjera për së vërtetës, mësojnë se ne shpëtojmë veten. Pra, jo se nuk e njohin autoritetin e Zotit, Perëndis, por si thuaç, besojnë tek mëshira dhe dashuria e Perëndis, por prapë thonë që edhe unë duhet të bëj diçka për ta merituar të shpëtim. Ndërsa krishtërimi thotë që ne nuk mund ta meritojmë dot për veprat tona shpëtimin, sepse shpëtimi është dhuratë falas, nga hiri i Perëndis, dashuria dhe mëshira e tij, të cilën ai tregoi në kryq në Jezu Krishtin, dhe jo nga përpjekjet njerëzore. Shohim pikën e tretë, pra në mesazhin e krishtërimit, është pikërisht dashuria dhe armiqtia. Të ndryshe, është ka krishtërimi mëson që është pikërisht mëshira e pakushtëzuar, ose një dashuri pa kushte. Jezusi në Ungjill regjistrohet që ka thënë duajini armiqtë tuaj. Pra kemi thënë këtë përmendur edhe në mësimet e kaluara, tek pjesa e predikimit të mal, në Mateun 5:44, ai ka thënë në saktë në 43 mund të themi që ju keni dëgjuar thotë që sy për sy dhe dhëm për dhëm, ose duajini të afërmit tuaj dhe urreni armiqtë tuaj, dhe këtu ai citon ligjin judaik,
pra testamentin e vjetër të Biblës. Por unë po ju them, thot ai, që t'i doni armiqtë tuaj, t'ju bëni mirë atyre që ju përndjekin, të luteni për ata që ju mallkojnë, e me radhë. Pra, Jezusi mëson mos i përgjigjesh të keqes me të keqe, por ta mposhësh të keqen duke bërë të mirën. Dhe këtu përmbledhet mesazhi, pra edhe mesazhi i kryqit, pra vdekja e tij, sakrifica e tij për mëkatarët, që do të thotë mëshira dhe dashuria e Perëndis për njerëzit është e pakushtëzuar. Pra nuk ka kushte, Perëndia na do pa kushte. Mjafton vetëm që ne të pendohemi dhe të besojmë ungjillin e tij. Gjithashtu tek Luka 23:34, pra Ungjilli i Lukës, Jezusi në momentin e kryqëzimit, kur turmat edhe e tallnin, e përqeshnin, e keqtrajtonin, e pështynin, ai i fali vrasësitë e tij, duke thënë fali o atë, sepse nuk dinë se ç'bëjnë. Pra, edhe në gramën e fundit, në pikën më të lartë të keqtrajtimit dhe të dhunës, le të themi, dhe të poshtërimit në kryq, Jezusi ka thënë që ka predikuar faljen për ata që të përndiqnin. Nëse shohim fe të tjera ose filozofi të tjera, për shembull ai ka filozofisë lindore, pra Kong-Fu, i njohur si Kong-Fuci, ka mësuar për reciprocitetin. Pra gjithçka sipas tij duhet jetë reciproke. Dhe në thelbin e tij është, mësimi i tij është të sillesh mirë me të tjerët. Pra të respektosh të tjerët, të sillesh mirë. Por kur ai nuk ka, le të themi, mësuar një mëshirë të pakushtëzuar. Pra gjithmonë është bazuar tek reciprokja. Pra mbaj marrëdhënie të mira, nëse dikush nuk sillet mirë, atëherë reciprociteti prishet. Dhe marrëdhënia prishet dhe nuk e më punë, le të themi, me atë njerëz. Në rastin tjetër, në mësimet kuranore të Islamit, në rastin e profetit Muhammed, ai lejoi luftën mbrojtëse, pra Islami e lejon luftën sipas tyre për mbrojtje dhe drejtësinë hakmarrëse. Pra hakmarrja gjithashtu lejohet nëse vlen sipas drejtësisë në Islam. Dhe kjo citohet më së miri në Kur'an tek Surja 22:39. Në filozofinë greke, ku është edhe, le të themi, bërthama e mendimit perëndimor, mësohet pikërisht drejtësia. Dhe drejtësia, sikurse mund të njohim më së miri drejtësinë romake, është t'i japësh gjithë secilit të drejtën e tij. Pra çfarë meriton tjetri, atë jepi. Dhe këtë ka predikuar më së miri filozofi Aristoteli. Dhe nëse i përmbledhim të gjitha, dallimi kryesor i krishterimit kundrejt gjithë feve të tjera dhe filozofive të ndryshme është se Jezusi e ngriti dashurinë përtej drejtësisë në vetëflijim. Pra, kemi të bëjmë këtu me një drejtësi që në fakt për ne njerëzit nuk është drejtësi, është diçka e padrejtë, por që Perëndia e bën këtë padrejtësi për të krijuar një drejtësi hyjnore për faljen tonë, për faljen e mëkateve tona. Dhe kjo është vetëm nëpërmjet dashurisë së tij, të treguar në vetëflimin e tij në kryq. Dhe pasi pam këtë drejtësi hyjnore kundrejt drejtësisë njerëzore, le të shohim pikën 4, që është problemi njerëzor. Mëkati kundër ignorancës. Jezusi predikonte se problemi rrënjësor i njerëzimit është mëkati. Dhe mëkati do të thotë pikërisht rebelimi moral kundër Perëndisë. Është përpjekja e njeriu për të jetuar i pavarur nga Perëndia, nga ligjet hyjnore dhe nga vullneti i Perëndisë. Njeriu, duke rënë në mëkat në kohën e Adamit dhe Evës, vendosi vetë i gënjur nga gjarpri, pra nga Satanai, pasi hëngri të frutin e ndaluar. Vendosi që të vendosë vetë çfarë është e mirë dhe e keqe për të, pa ju drejtuar Perëndisë. Dhe që nga ky moment mëkati hyri në botë dhe ne jemi trashëgimtarë të mëkatit deri në ditët e sotme, njohur ndryshe si mëkati sërgjyshor. Dhe ky mëkat në thelb është pikërisht rebelim moral kundër Perëndisë. Pra njeriu nuk kërkon në thelbin e tij moralin e Perëndisë, por kërkon vetë përmes arsyes së tij dhe përpjekjeve të tij të vendosë vetë moralin për jetën e tij.
Por sipas krishterimit, kjo le të themi përbën problemin kryesor në jetë, është mëkat, është i dënueshëm nga Perëndia dhe kërkon shpengim ose shpagim, sepse Perëndia nuk lë asnjë mëkat pa u ndëshkuar, na thuhet në Bibël. Dhe çdo mëkat, sikurse e cituam në fund, kërkon shpengim ose shpagim. Ndaj Jezusi në predikimin e tij, mesazhin kryesor në fillimet e shërbesës së tij në tokë, ishte pikërisht pendesën. Pra tek Mateu 4:17 mund të lexojmë teksa i predikonte, pendohuni sepse mbretëria e qiejve është afër. Pendes do të thotë të kthehesh, pra të ndrosh mendjen, dhe teksa ndron mendjen, ndron dhe zemrën, për të kthyer nga rrugët e tua në rrugët e Zotit. Nga vendosja vetë e moralit për jetën tënde tek drejtimi Perëndis, kërkesa për të njohur vullnetin e Perëndis në jetën tënde dhe planin e tij për ty. Nëse shohim fe të tjera dhe filozofi të tjera, tek budizmi për shembull, na mësohet që vuajtja rrjedh nga dëshira. Kështu mësonte Buda, dhe zgjidhja sipas tij ishte çlirimi nga dëshirat, çka sillte edhe ndriçimin. Pra sipas budizmit, njeriu nuk duhet të ketë dëshira, nuk duhet të ketë pasione, nuk duhet të jetë i lidhur me asgjë. Dhe vetëm kur çlirohet nga këto dëshira, ai hyn në këtë, le të themi, trajt ndriçimi dhe jeton i shkëputur drejt një rrugë që të çon në një hiç, le të themi, drejt një hiç, dhe në këtë rrugë vetë mohimi, le të themi, arrin ato gjendje si bothi ose nirvana, të cilat mësohen në budizëm, si gjendjet më të larta të ndriçimit. Për sa i përket hinduizmit, ata predikojnë nëse tepër lidhjen me iluzionin, pra Maya, për ata që mund të jenë familiarizuar. Dhe zgjidhja sipas tyre është ngjashme me budizmin, është pikërisht shkëputja nga jeta fizike, pra nga jeta e përditshme në tokë, drejt, le të themi, një ndriçimi, por të një lloj tjetër, është më tepër një lloj vetë sugjestionimi që të lidh me më të lartën, sipas tyre që është Maya. Ndërkohë, filozofia më e njohur, po edhe mund ta quajmë dhe feja humaniste, e njohur si humanizmi laik, mëson se problemet vijnë nga mungesa e arsimit të duhur dhe reformës sociale. Për ata që mund të jenë familiarizuar, më së tepër me Perëndim, kryesisht edhe Bashkuara, që predikohet më së tepër me drejtësia sociale. Kemi të bëjmë pikërisht për filozofinë laike humaniste. Pra duke parë të gjitha këto, në lidhje me problemin njerëzor, mëkati kundër ignorancës, dallimi kryesor në krishtërim kundrejt feve dhe filozofive të tjera është që Jezusi ju drejtua fajit, jo vetëm ndjenjave të fajit. Pra Jezusi e kap problemin në rrënjë, si thua, dhe rrënja e çdo problemi është pikërisht mëkati, shkëputja e njeriu nga Perëndia dhe vendosja që ai të jetojë sipas mënyrës së tij dhe jo sipas vullnetit të Zotit. Dhe le të shohim pikën e 5, identiteti hyjnor, Perëndia i mishëruar. Jezusi pretendoi të ishte Perëndi. Dhe këtë mund ta lexojmë tek Ungjilli sipas Jonit. Pra nëse shkojmë tek, do lexojmë në fillim nga kapitulli 8, për të marrë një pamje më të qartë të kësaj pjese, te kapitulli 8, vargu 58. E kemi cituar këtë dhe në mësimet e kaluara, po lexojmë dhe pak më para, pra judejt, pra i thanë, ti ende nuk je 50 vjeç dhe pas ke parë Abrahamin. Jezusi u tha atyre, në të vërtet po ju them, para se Abrahami të kishte lindur, unë jam. Dhe unë jam është pikërisht emri i Zotit, Jahve, sipas shkrimeve të shenjta në librin e Eksodit, kur Perëndia u shfaq Mojsiut, profetit Mojsi, në shkurrën që flakëronte po nuk digjej, Mojsiu e pyeti, nëse populli më pyet kush je ti, çfarë emri ke, çfarë të them? Perëndia tha, unë jam ai që jam.
shko thoi atyre, unë jam I, më ka dërguar. Dhe këtu Jezusi tregon që para se Abrahamit lindte, I thotë judenjve, të cilët e akuzonin dhe nuk e besonin atë si Mesia I ardhur nga Perëndia, thotë që para se Abrahamit të lindte, unë jam I. Pra, flet në kohën e shkuar dhe në kohën e tashme, duke treguar emrin e Zotit, duke treguar që është Perëndia I Biblës. Ndërkohë tek Gjoni 10:30 mund të lexojmë vargun tjetër. Dhe le ta lexojmë këtë. Le ta lexojmë nga vargu 25 për të marrë një pasazh më të gjerë. Kjo është prap një dialog I tij ose një debat le të themi me judenët e kohës, të cilën më pas do e përqizonin. Jezusi u përgjigj atyre: Unë ju a kam thënë, por ju nuk besoni. Veprat që bëjnë në emër të Atit tim janë ato që dëshmojnë për mua. Por ju nuk besoni sepse nuk jeni nga delet e mia, siç ju a kam thënë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, unë I njoh dhe ato më ndjekin. Dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë. E askush nuk do t'i rëmbej nga dora ime. Ati im që mi dha është më I madh se të gjithë. Dhe askush nuk mund t'i rëmbej nga dora e Atit tim. Unë dhe Ati jemi një. Pra Jezusi, po të shikojmë me vëmendje vargjet e fundit, dhe po të lexojmë pak më tepër në kontekst, por nuk do ta bëjmë këtë gjë për efekt kohe. Jezusi thotë askush nuk mund t'i rëmbej të zgjedhurit e Perëndis nga dora e Atit tim, pastaj thotë nuk mund t'i rëmbej nga dora ime. Pra te vargu 28 thotë askush nuk do t'i rëmbej nga dora ime tekstualisht. 29 thotë askush nuk mund t'i rëmbej nga dora e Atit tim. Dhe pastaj te vargu 30 thotë unë dhe Ati jemi një. Gjithashtu, në qoftë se shohim më tej në Ungjil, Jezusi pranoi gjithashtu edhe adhurimin. Nëse shohim tek Mateu, pra konkretisht Mateu 14:30, më falni, 14:33, pra Ungjilli sipas Mateu 14:33, mund të lexojmë ku ai thotë: Atëherë ata që ishin në bark erdhën dhe adhuruan duke thënë me të vërtetë ti je biri I Perëndis. Pra pasi ndjekësit e tij panë një mrekulli binatyrore që Jezusi bëri duke fshitur studit gjatë një trazire në det, na thuhet që ata erdhën dhe adhuruan. Pra adhuruan Jezusin duke thënë me të vërtetë ti je biri I Perëndis. Pra Mesia I shumë pritur, sipas gjithë shkrimeve të Biblës, pra të Vjetës së Vjetër në atë kohë, se ende nuk është shkruar vetë të Vjetë e Re. Nëse lexojmë tek Gjoni 20:28, gjithashtu na thuhet që këtu flitet pas ringjalljes dhe është pikërisht Thomai, njëri nga dishepujt që nuk besonte, të themi që Jezusi ishte ringjallur, dhe teksa Jezusi ju shfaq, I dha atij prova për të besuar dhe mund ta lexojmë në vargun 27 për të kuptuar më tepër kontekstin. Pastaj I tha Thomait, pra Jezusi, vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia. Shtrije dhe dorën dhe vëre në brinjën time. Dhe mos I mos besues, por besues. Pra Jezusi tregon plagët e kryqëzimit, sikurse dhe në brinjë tregon plagën e shtizës që I kishte shkuar gjatë kryqëzimit nga një ushtar roman, siç na thuhet në shkrimet. Dhe vargu 28 na thot: Atëherë Thomai u përgjigj dhe I tha: Zoti im dhe Perëndia im. Edhe Thomai që ishte mosbesues, duke parë provat e dukshme të ringjalljes, e pranoi që Jezusi ishte Zot dhe Perëndi. Nëse shikojmë të tjera fe, në Islam Muhamedi refuzoi hyjnin e tij. Pra dukshëm, veçanërisht tek në Kur'an te Syria 5:17 në thuhet kjo gjë. Nëse shkojmë budizmin, pra Buda mohoi gjithashtu të qenit Perëndi. Madje ai mohonte dhe kishte të vërtetën, por I nxiste ndjekësit e tij të kërkonin të vërtetën ose ndryshimin. Krishna, figura qendrore e hinduizmit, një nga perëndit, nga
nga dhjetra e qindra perëndi që ata kanë, Krishna gjithashtu nuk cilësohet si perëndi, pra nuk është krijuar si përfundimtar, pra perëndia absolut, siç na në Bibël, por thjesht një avatar, pra një pasqyrim le të themi. Dhe nëse i përmbledhim të gjitha këto, dallimi kryesor pra është që pretendimi hynor i Jezusit është unik pra në çdo fe, sepse asnjë themelues tjetër fetar nuk kërkoi adhurim. Dhe teksa shkputën në identiteti hynor, le të shkojmë pak tek ringjallja. Ringjallja është një aspekt tjetër i rëndësishëm në krishtërim, të ndryshe fitoria mbi vdekjen. Jezusi u ngjall fizikisht, pra u ringjall fizikisht nga të vdekurit, duke premtuar besimtarëve të tij ose ndjekësve të tij të njëjtën gjë. Na thuhet kjo më së tepërmi të 1 Korintasit 15:20-22. Dhe le ta lexojmë edhe këtë pasazh shkurtimisht. Pra nëse shkojmë në 1 Korintas 15, vargjet 20-22, na thonë: por tashti Krishti u ringjall prej së vdekurit dhe është fryti i parë i atyre që kanë fjetur, sepse ashtu si vdekja erdhi me anë të njeriu, pra flitet tu për mëkatin e Adamit që prekëm, Adamit dhe Evës, kështu erdhi dhe ringjallja të vdekurve me anë të një njeriu, pra të Krishtit. Sepse ashtu si kur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin. Nëse shohim të tjera fe, në budizëm, pra Buda vdiq, teksa arriti atë ndryshimin absolut, pra njohur si nirvana dhe u dog. Pra trupi i tij u dog. Muhamedi vdiq në vitin 632 pas Krishtit dhe varri i tij gjendet edhe më sot në Medinë, në qytetin e Medinës. Gurut në hinduizëm përgjithsisht janë të djegur dhe nuk ka besim në ringjalljen pra trupore, domethënë. Ndaj dhe praktikojnë djegjen, sepse nuk besojnë që trupi do ringjallet në një formë qellore. Por besojnë në rimishërimin sikur se ata. Dallimi kryesor, teksa përmbledhim mbi ringjalljen dhe fitoren mbi vdekjen, është që krishtërimi mbështetet në një ringjallje historike të dokumentuar dhe të parë nga mbi 500 dëshmitar okular, mbi 500 njerëz të thjesht në Izraelin e kohës e kanë parë Jezusin të ringjallur. Besimet e tjera nuk e pretendojnë këtë për themeluesin e tyre. Dhe le të shohim një tjetër aspekt, shtrirja universale kundrejt fokusit etnik rajonal. Jezusi i porositi ndjekësit të predikonin në të gjitha kombet. Na thotë kjo tek Ungjilli sipas Mateut 28:19. Ku Jezusi thotë, shkoni në mbar botën dhe predikoni Ungjillin çdo pjesë ose çdo njeriu, pagëzojeni ata në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, që është emri i Perëndisë. Dhe mësojeni atyre të binden të gjitha ato që unë ju kam urdhëruar, dhe unë do të jem me ju deri në fund të botës. Unë do të jem me ju, Jezusi thotë, për frymën e shenjtë. Pra i do vinte Perëndia në frymën e shenjtë tek besimtarët që do besonin pikërisht këtë lajm, pra këtë Ungjil. Nëse shohim fe të tjera në judaizmi është më së tepërmi i përqendruar vetëm në Izrael, pra është një fe lokale, pra etnike, rajonale. Megjithatë ka dhe një formë të judaizmit modern të reformuar që është disi më universal dhe i shtrirë edhe në shtetet e tjera. Islami gjithashtu, edhe pse është i përhapur në shumë shtete të botës, madje edhe në Shqipëri, për shkak historike që ne i dimë, është i lidhur më së tepërmi dhe kryesisht me kulturën dhe traditat arabe. Madje mjaft mësues predikojnë që duhet të dish edhe arabisht, si thua nxisin besimtarët edhe për mësimin e gjuhës arabe. Madje ka dhe mjaft mësues, pra hoxhallar, që mësojnë që edhe ëngjëjt flasin arabisht, arabishtja është gjuhë hynore sipas tyre. Pra hinduizmi gjithashtu, sikurse edhe Islami, ngjashmërisht është i lidhur
më së tepërmi me kulturën dhe traditat indiane, ndodhë se është i shtrirë në shumë vende të botës. Zoroastranizmi është një fe ndërtet më të vjetra në botë, prandaj e kemi vendosur dhe këtu, është kryesisht persian, pra gjendet në Iranin e sotëm. Pra dallimi kryesor midis krishterimit dhe feve të tjera është se krishterimi u krijua jo si një fe, por si një besim universal, për të kaluar të gjitha kulturat, të gjitha barierat. Pra pa dallim në krishterim që të gjithë, pa dallim shteti, kombësia, raca, gjinie janë të gjithë të mirëpritur në këtë besim që Perëndia solli në Krishtin. Pika 8, përurësia, thënë ndryshe modeli i Krishtit, udhëheci që shërbeu. Jezusi na thohet në Ungjil që u lau këmbët dishepujve dhe i quajti veten shërbëtor. Pra këto dy cilësi, pra i drejtoi nëpërmjet shembullit dhe i mësoi dishepujve të tij të bënin po njësoj. Nëse lexojmë tek Ungjilli sipas Jonit 13:14, pra do shohim pikërisht pse Jezusi bëri këtë gjest. Dhe mund të lexojmë pak më tepër se pra fillojmë nga vargu 13 dhe diçka më tepër, pra Gjoni 13. Ju më quani mësues dhe Zot, dhe mirë thoni sepse jam. Në qoftë se unë Zoti dhe mësuesi ju kam larë këmbët, edhe ju duhet i lani këmbët njëri tjetrit. Unë në fakt ju kam dhënë shembullin që ashtu siç kam bërë unë, bëni dhe ju. Në të vërtetë po ju them, shërbëtori nuk është më i madh se padroni i tij, as i dërguari më i madh se ai që ka dërguar. Pra Jezusi këtu tregon që ato çfarë i ka thënë dhe çfarë ka bërë, edhe ndjekësit e tij ti praktikojnë me njëri tjetrin. Të ndryshe përurësinë dhe dashurinë për tjetrin. Ndërkohë nëse shkojmë tek Marku 10:45, në jepet një tjetër aspekt i përurësisë. Të thuhet sepse biri i njeriut, ky është një tjetër titull për Jezusin, është profecia e profetit Daniel për të dërguarin e Perëndisë. Në fakt është biri i Perëndisë, po është biri i njeriut sepse erdhi në një formë njerëzore, pra mbi natyrshme, të lindur nga një virgjëresh, sipas gjithë profecive të shkrimeve. Dhe këtu Jezusi thotë sepse biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetave. Pra i thotë qartazi që unë nuk erdha që të më shërbejnë njerëzit, unë kam ardhur t'i shërbej njerëzve. Dhe shërbimi i tij arrinte deri në kulmin e paracaktuar, pra në misionin e tij. Po i thotë për të dhënë jetën si çmim për shpengimin e shumë vetave. Pra flitet tu për kryqëzimin, vdekjen e tij në kryq për faljen e mëkateve tona dhe më pas ringjalljen e tij. Nëse shohim të tjerë, shkurtimisht, për shembull Cezari dhe faraonët, pra flasim tu për udhëheqës, ata kërkonin skllavëri, pra kërkonin skllavëri dhe kërkonin, si thua, të përlëvdoheshin, pra të kërkonin pëlqimin e njerëzve, të turmave dhe madhështinë e tyre, sikurse dhe Aleksandri i Madh e Merat. Gurut lindor shpesh mbaheshin si zotërinj të lartësuar gjithashtu. Ngjashëm kjo edhe me le të themi mësuesit judaik, pra farisejt dhe saducejt e kohës, sikurse dhe në Islam në mënyrë të ngjashme me judaizmin. Dallimi kryesor, Jezusi përmbysi pra pushtetin. Madhështia sipas tij, ose sipas doktrinës kristiane, është pikërisht shërbimi ndaj tjetrit. Dhe shkojmë në fund dhe përmbledhim pse ka rëndësi gjithë kjo. Rëndësia është sepse mesazhi i Jezusit nuk është thjesht një kod moral, siç predikojnë fetë dhe filozofitë e ndryshme. Mesazhi i krishtërimit është një zbulesë e karakterit të Perëndisë përmes Jezu Krishtit. Dhe një mision shpëtimi, pra një mision konkret shpëtimi
për njerëzimin. Sikurse shkruan dhe autori i njohur i krishterë C.S. Lewis, po e citoj atë tekst sa ka shkruar, thotë: një njeri që ishte thjesht një njeri dhe thoshte gjërat që tha Jezusi, nuk do ishte një mësues i madh moral. Ai do të ishte ose një i çmendur, ose djalli i ferrit, ose mishërimi i karakterit të Perëndisë për shpëtimin e njerëzimit. Duhet të bësh zgjedhjen tënde, thot ai. Pra nga këto treja, ai thotë që nëse lexon Biblën, pra Ungjillin kryesisht, kupton ato që Jezusi thot për veten e tij, si zbulesë e karakterit të Perëndisë dhe mision shpëtimi për njerëzimin, të mbeten tre zgjidhje. Ose do mendosh që Jezusi ishte një çmendur, ose që ishte nga djalli, ose që ishte me të vërtet mishërimi i karakterit të Perëndisë, të ardhur për shpëtimin e njerëzimit. Dhe thotë ai duhet të bësh zgjedhjen tënde. Kjo ishte miq, edhe seria për sot. Uroj të ketë ndihmuar për të njohur më së tepërmi Jezu Krishtin dhe krishtërimin, dhe uroj të ketë qenë inkurajim për ju dhe miru gjeshim në mësimin e radhës. Zoti t'ju bekojë.